Mirëmëngjes, unë quhem Lulieta Aliti, jam nxënëse e klasës së 8 në shkollën fillore Gjon Sereqi. Faleminderit presidentja Clinton dhe faleminderit sekretarja Albright që erdhët na viziton sot. Ne nuk do të harrojmë kur që erdhët na vizitonin në Stenkovec. Tani mirë se erdhët në vendin tonë në Ferizaj. Dhe faleminderit që na erdhët dhe faleminderit që na ndihmuat të jetojmë në paqe. Do të prezantoj sekretaren e shtetit Madeleine Albright. Thank you. Hello, Ferizaj, and thank you, Lulieta. Mirdita Ferizaj dhe faleminderit Lulieta. And as America's Secretary of State and as your friend, I thank you all for that wonderful, warm welcome. Si sekretarja e shtetit e Shtetet e Bashkuara dhe si miku juaj, unë falenderoj për një pritje kaq të ngrohtë dhe kaq të përzemërt. When I look at all the children here, I see Kosovo's future, and I believe that the children of Ferizaj survived Milosevic's murderous assault on Kosovo, not just to come home and learn, although that is very important, but also to teach an important lesson to us all. Kur ju shikoj juve të gjithëve fëmijëve këtu, unë e shoh ardhmërinë e Kosovës dhe unë besoj se fëmijët e Ferizajt, të cilët përjetuan sulmin vrasës të Milosevicit mbi Kosovën, jo vetëm që kanë ardhur në shtëpi për të mësuar, megjithëse këto janë shumë të rëndësishme, por gjithashtu për të na mësuar disa mësime shumë të rëndësishme të gjithëve neve. Kosovo's children have much to show the world about courage in the face of persecution and in the aftermath of tragedy. You have a lesson for us about determination in the way you have struggled to maintain the language, the culture, and the homes that have been yours for centuries. Fëmijët e Kosovës kanë shumë gjëra për të na mësuar dhe për t'i mësuar botës mbi guximin përballë persekutimit mbas tragjedisë që përjetuat. Ju keni një mësim për të gjithë ne, që do të na mësoni për vendosmërinë në mënyrën se si jeni përpjekur për të ruajtur gjuhën, kulturën dhe shtëpitë në të cilat keni jetuar me shekuj. I hope as well that Kosovo's children will teach the world a lesson about tolerance, that you will not wish upon others the suffering that you have endured, that you will not grow up to repeat the cycle of vengeance and sorrow. Instead, I hope and I believe that you will grow up knowing that peace cannot grow from violence and democracy cannot be built on revenge. Unë shpresoj gjithashtu se fëmijët e Kosovës do t'i mësojnë botës një mësim mbi tolerancën, se ju nuk do t'ja uroni dhe dëshironi të tjerëve vuajtjet në për të cilët keni kaluar ju,
se nuk do të rriteni dhe të përsëritni ciklin e hakmarrjes dhe vuajtjes. Në vend të kësaj unë shpresoj dhe besoj se ju të gjithë do të rriteni me njohurinë që paqja nuk mund të vijë nga dhuna dhe se demokracia nuk mund të ndërtohet mbi hakmarrjen. In that endeavor, I pledge that you will have the fullest support of the international community and the United States of America. Në këtë përpjekje, unë premtoj se ju do të keni mbështetjen e plot të bashkësisë ndërkombëtare dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. And I pledge that you will grow up with America at your side as you seek to build a better Kosovo, a place where your own children and those of your neighbors will grow up and grow old in peace. Dhe unë ju premtoj se ju do të rriteni me Amerikën për krah juve. Ndërkohë që ju përpiqeni të ndërtoni një Kosovë më të mirë, një vend ku fëmijët tuaj dhe të fëmijëve tuaj do të rriten dhe do të plaken në paqë. Your faces were with me all through the war. Your faces will remain with me all through the peace. Thank you very much. Fytyrat tuaja ishin me mua gjatë luftës dhe fytyrat tuaja do të mbeten me mua edhe gjatë paqes. Faleminderit sekretari Albright dhe faleminderit President Clinton. Thank you, Madam Secretary, and thank you, President Clinton. Unë quhem Ramadani Lazi dhe unë jam nxënës në klasën e 8 në shkollën fillore Gjon Sereqi. My name is Ramadani Lazi, and I am a student of the 8th grade in elementary school Gjon Sereqi. Zoti President, faleminderit që erdhët në Ferizaj, ju erdhët dhe në Stenkovac të na vizitoni. Mr. President, thank you very much for coming to Ferizaj and for having the opportunity to visit with us. Ju na premtuat që do të na ktheni në shtëpi të sigurt. Ju e mbajtët fjalën. You promised that you will bring us to our homes safe. You kept your promise. Ne nuk do të harrojmë kur që ju na prut në shtëpi. We will never forget that you brought us home. Ju jeni një mik I madh I popullit ton dhe ne ju duam shumë. You are a great friend of our people and we love you very much. Kam derin që në emër të fëmijëve të Kosovës ta prezantoj mikun ton, presidentin e Shteteve të Bashkuara, presidentin Clinton. Thank you. Thank you. On behalf of the Thank children, you.
I want to begin by thanking you for your wonderful welcome. I thank Ramadan for his introduction. I think maybe someday he will be an elected official if he speaks so well from now on. Fillimisht dua të filloj për fjalimin tim duke ju falenderuar për një pritje kaq të ngrohtë dhe miqësor dhe dua të falenderoj Ramadanin, I cili sigurisht do të bëhet një lider I dalluar nëse vazhdon në këtë mënyrë. I thank Lulieta for her equally fine introduction of Secretary Albright, and I thank your principal, Sophia Hayardi, for welcoming us here. We are honored to be here with all of you today, especially with the school children. Ju falenderoj Lulietën për një prezantim aq të mirë për sekretaren Albright, falenderoj të gjithëve juve, falenderoj drejtoreshën e shkollës zonjën Hajdari dhe dua të theksoj që është një nder dhe kënaqësi e veçantë për neve të gjithëve që jemi këtu në mesin tuaj. When I was introduced, Ramadan said he thanked me for making it possible for you to come home. There are some other people who were largely responsible, and I would like to introduce them as well. Kur më prezantuat mua, më falenderuat për atë që ju solla në shtëpi. Por dua të them se ka edhe njerëz të tjerë për të cilët duhet të jemi mirënjohës dhe unë dua t'i prezantoj të gjithë këta. We have 4 members of the United States Congress here: Representative Peter Deutsch of Florida, Representative Elliot Engel of New York, Representative Jack Kingston of Georgia, Representative Carolyn Maloney of New York. They voted for the funds that enabled our military to come here and end this terrible ethnic cleansing. I'd like to ask them to stand up. Please stand. Thank you. Unë do të kërkoj që të 4 kongresistët të qohen në këmbë sepse ata e mundsuan që ushtria jonë të ndërhyjë dhe të marrë pjesë në këto përpjekje tona këtu. In addition to Secretary Albright, whom I know you know because you gave her such a wonderful reception, was the strongest advocate of the stand we took in Kosovo, I want to thank Sandy Berger, my national security advisor, and Larry Rawson, who is the chief of mission for the United States government in Pristina, and ask them to stand. Thank you. Përveç zonjës Albright që ju të gjithë e njihni aq mirë dhe që I dhat një mikpritje kaq të ngrohtë, e cila ka qenë njëra nga përkrahasit më të fuqishëm të paqes në Kosovë, dua gjithashtu të prezantoj zotin Sandy Berger nga Këshilli I Sigurimit, këshilltar I sigurimit, dhe zotin Larry Rawson, I cili është kryesuesi I misionit në Kosovë. Finally, I want to thank all the members of our armed forces and our allies who are serving here with the UN and those who were here previously in the NATO campaign. And I would like to introduce the commander of all of our NATO forces, General Wes Clark, and thank him for what he has done. Thank you. Dua të falenderoj gjithashtu edhe forcat tona të armatosura, aleatët tanë për fushatën që bën ata dhe për fushatën që morën pjesë të NATO-s. Gjithashtu dua të falenderoj komandantin e forcave tona në kuadër të kësaj, generalin Wesley Clark. I know with all these people here and all the children here
It is difficult to listen to a long speech, but I hope you can listen to a short speech. E di se me gjithë këta njerëz dhe me gjithë këta fëmijë këtu është e vështirë të ndëgjohet një prezantim dhe një fjalim, mirë po unë do të mundohem që ta keni të shkurtër dhe mendoj që nuk do t'ju mundoj. Mr. Milosevic wanted to keep control of Kosovo by getting rid of all of you, and we said no. Zoti Milošević deshte të mbaj kontrollin e Kosovës duke ju nxjerrur të gjithëve nga këtu, mirë po ne I tham jo. Now he has lost his grip on Kosovo, and you have returned. No more days hiding in cellars, no more nights freezing in mountains and forests. Tani kontrolli I tij mbi Kosovën ka përfunduar dhe ju jeni kthyer dhe nuk ka më ditë të humbura dhe të kaluara në përpodrume, duke u fshehur në përpodrume dhe nuk ka më net duke u ngrirë në përmale dhe pyje. I know that for those who have lost their homes, perhaps homes where your parents and grandparents were born, this is still a difficult time. I know it is hard for children to feel a sense of security and happiness when they have seen too much killing and hatred. E di që është shumë vështirë të ktheheni në shtëpitë të cilat ju kanë takuar juve, aty ku keni lindur ju dhe ku kanë lindur prindërit e juaj, dhe e di se është e vështirë të jepni sigurinë fëmijërore dhe lumturinë kur ka kaq shumë vrasje dhe kaq shumë urrëtie. But I know this too. The United Nations troops and international organizations who have come here to help will stand with you every step of the way, and the coming winter in Kosovo is going to be a lot better than the last winter was. Mirë po trupat e bashkësisë ndërkombëtare, si dhe bashkësia ndërkombëtare do të jenë për krah juve dhe do të sigurojnë që ky dimër të mos jetë më I vështirë se dimri I kaluar. There is still a lot of work to do, but it is important that the world know what has already been done since you came home a few short months ago. Akoma mbeten edhe probleme dhe qëllime të tjera për të arritur dhe punë për të bërë. Mirë po që është më me rëndësi, ju jeni kthyer në shtëpitë tuaja. We are preparing houses for the winter, fixing schools, bringing in police officers. KLA fighters are returning to civilian life. Radio stations and newspapers are operating. The UN is doing a good job under tough conditions. And last week, the international community pledged another $1 billion American to help Kosovo to fully fund the UN operations next year. E dim se keni ende shumë punë për të bërë sa ju përket ndërtimin të shkollave, policëve dhe forcës policore, rreth gazetave dhe shtypit të lirë, mirë po Kombet e Bashkuara po bëjnë një punë shumë të mirë dhe Bashkia Ndërkombëtare ka premtuar $1 miliard për ta ndihmuar Kosovën për të arritur këto objektiva.
with all the problems that remain, we should remember Kosovar children are going back to school, learning in their language, in communities that answer to their parents. That is in some ways better than it was before, and we can do better still. Me gjithë vështirësitë që ka, duhet të mbajmë mend se fëmijët kosovar janë kthyer në përshkolla, po mësojnë në gjuhën e tyre, në për komunitetet e tyre që ju përgjigjen prindërve të tyre. Në shumë mënyra, këto janë shumë më mirë se sa që kanë qenë, dhe vazhdojmë të kemi akoma më tej për të punuar. I want to make one last point, more important than anything else I have to say, to the children and to the parents. Dua së fundit të theksoj edhe diçka dhe që është ndoshta më e rëndësishme se të gjitha këto që I kam thënë, si për fëmijët, ashtu edhe për prindërit. You can never forget the injustice that was done to you. Ju nuk mund të harroni kur pa drejtësinë që u është bërë. No one can force you to forgive what was done to you. Askush nuk mund t'ju detyroj të harroni ato që ju kanë ndodhur juve. But you must try. Mirë po, duhet të bëni përpjekje. And let me tell you why. First of all the school children will soon be learning in their biology classes that all the people in the world, in terms of their genetic makeup, scientifically, are 99.9% the same. The Serbs, the Albanians, the Irish, the Africans, the Latins, the Asians. Fëmijët së shpejti do ta mësojnë në përshkolla dhe në përklasat të biologjisë që të gjithë njerëzit, për nga aspekti gjenetik, janë 99.9% të barabartë, si serbët, si shqiptarët, si irlandezët, si afrikanët, si latinët, si aziatikët. Children are not born hating those who are different from them, and no religion teaches them to do so. They have to be taught to hate by people who are already grown. Fëmijët nuk lindin me urrëtitjen ndaj atyre që janë të ndryshëm ose ndryshe. Asnjë fe nuk e predikon këtë. Vetëm të rriturit mund t'i mësojnë ata të bëjnë një gjë të këtillë dhe një drejtim, të marrin një drejtim të këtillë. But all over the world, not just here in Kosovo, all over the world, it is children who bear the burden of their parents' blind hatred. Në të gjithë botën, jo vetëm këtu në Kosovë, fëmijët janë ata që I ndjekin dhe I vuajnë pasojat e urrëties së prindërve të tyre. I have been in Africa with a young man who lost his arm to someone of a different ethnic group who cut it off with a machete simply because of his family heritage. I have been in Israel with school children staring at the pictures of their classmates who were blown up in buses simply because they were Jewish. I have been in Ireland with a beautiful, beautiful 16-year-old girl playing and singing to me, but her eyesight was gone because she was blown up in a bomb just because of the religious differences in Ireland.
We owe the children of Kosovo a better future than that. Unë kam qenë në Afrikë dhe jam takuar me një djalosh të ri I cili e kishte humbur krahun për shkak të urrëties familjare që kishin pasur prindërit e tij. Unë po ashtu u takova me disa nxënës që I pan shokët e tyre të cilët ishin sulmuar dhe vdiqën në autobusët vetëm se ishin hebrej. Unë gjithashtu e pash një vajzë shumë të bukur, 16 vjeçe, në Irlandë, I cila kishte humbur një pjesë të trupit vetëm për shkak të dallimeve fetare. Ne I kemi borxh fëmijëve të Kosovës një të ardhme më të mirë se kjo. Now, you cheered for us when we came in because when you were being oppressed, we stood by you. And we exercised military power to defeat the aggression of Mr. Milosevic. We won the war. But listen, only you can win the peace. Ju përjetuat një represion të jashtëzakonshëm. Ne qëndruam me ju dhe përdorëm forcën ushtarake për të dështuar dhe për të mboshtur Milosevicin. Ne e fituam luftën. Mirë po dëgjoni, ju jeni të vetmit ata që mund ta bëni të fitoj paqja. The time for fighting is past. Kosovo is for you to shape now. The international community will stand by you, but you must take the lead. What will you think about? Will you be focused on hatred and past wrongs and getting even? Or will you be thinking about good schools for your children, new homes for them, new businesses, the effort to create genuine self-government, to eradicate corruption and violence, and give your children the joys of a normal life? Mbani mend se koha për luftën dhe për luftime ka kaluar tani. Kosova është në duart e juaj për ju që ju ta formsoni atë. Dhe për çka do të mendoni? Bashkia ndërkombëtare do t'u ndihmoj dhe varësisht për çka do të mendoni. A do të mendoni për urrëtie të kaluara apo do të mendoni për të hapur biznese të reja, për të krijuar punë dhe vende të reja të punës, për të ndërtuar shkollat tuaja? Dhe ne I kemi borxh dhe duhet të krijojmë një veçeverisje dhe të krijojmë një Kosovë në baza demokratike. I beg you who are parents to teach your children that life is more than the terrible things that are done. It is how you react to them. Do not let the children's spirits be broken. Do not let their hearts harden. The future we fought to save for you is the future we see here today. Smiling, cheering, happy children. Give them the tomorrow they deserve. Unë ju lus prindërve të këtyre fëmijëve dhe po ju tregoj se jeta është shumë e rëndësishme dhe më e madhe se këto tmerre që I keni përjetuar. Unë ju lus që këtyre fëmijëve dhe zemrave të këtyre fëmijëve t'ju japim një gjë dhe një të ardhme më të mirë. Një të ardhme e cila është më e mirë se sa të gjitha këto që I kanë përjetuar deri tani. Dhe këtë e meritojnë këto fëmijë. The American people have been honored to stand with you, and we will stand with you every step of the way. Thank you, and God bless you all. Ne kemi ndëjtur me ju. Do të vazhdojmë të qëndrojmë me ju.
Zoti ju bekoft.